Selamu alaikum të ndershëm vllazëni, elhamdulillah. Ky është masmeje objekti që e kemi blie në Dortmund për lokalin tonë, domethënë për aktivitetet tona që do t'i zhvillojmë në këtë vend. Elhamdulillah, kontratën e kemi bë dhe lutim Allahun xhelle shanu që të na jap sukses që ta kryjmë domethënë blerjen e këtij vendi komplet. Inshallah do t'ju tregoj se çka ka domethënë mrena në këtë lokal, çfarë aktivitete do bëjmë. Lutim Allahun xhelle shanu që të na japë sukses. Bujrum, hajde të shohim se çka ka në këtë lokal. Të ndershëm xhamat, ky është vendi që e kemi bleja, ku e shihni pimrena si është vend shumë i madh, ka vend për të gjithë, për burrat, për gratë, për familjet tona, ka vend edhe për fëmijët. Inshallah tash do të shohim se çfarë dhomash ka. Kjo është domethënë vendi i madh ku do t'i zhvillojmë domethënë aktivitetet tona. Lutim Allahun xhelle shanu që të na japë sukses, që ta blejmë sa më shpejt, që t'i grumbullojmë parët e këtij vendi sa më shpejt. Allah ju shpërbleft. Ky është vendi ku mendohet që të grumbullohemi, të shohim, ndoshta do mlidhemi këtu, ta bëjmë një çajtore, ku mundemi të bashkohemi, të folim në gjuhën tonë për problemet që i kemi, për sendet, mlidhemi domethënë pas një farë problemi. Aty ka një dhomë tjetër, mundemi ta bëjmë kuzhinë, edhe inshallah shpresojmë që këtu të kemi oferta të ndryshme, haje të ndryshme me lejen e Allahut. Këtu është hyrja e grave, domethënë e kanë vendin e tyre të da komplet. Këtu në anën e djathtë është kuzhina, është domethënë duket mirë. Ka vend sa të duni. Kjo është hymja e grave domethënë, është vend i tek, mundën të hyjnë këtu te xhamia, edhe këtu inshallah do të qilet një vend ku gratë domethënë mundën të hyjnë te vendi i tyre për të falë, për të mbledh e kështu me radhë. Kjo është ana tjetër e lokalit. Këtu ka domethënë disa dhoma që mundemi t'i zmadhojmë edhe t'i bojmë me lejen e Allahut klasa për mësimin e fëmijëve, po ashtu edhe mësimet e të mëdheve që do kemi domethënë kurse të ndryshme, do kemi kurse fetare, po ashtu edhe kurse domethënë në gjuhën shqipe, edhe domethënë preferohet që edhe gjuhën shqipe këtu ta mësojnë fëmijët tanë. Këtu domethënë do jetë një klasë, edhe këtu ka një dhomë tjetër për një klasë. Aty mendohemi në fund ta bëjmë një vend për musafir ton, imamat që do vinë, edhe një bibliotekë në të njëjtën kohë. Kjo domethënë është vendi që e kemi marrë, edhe këtë që e shihni është domethënë 1000 kvadrat me dhomat komplet, me zyrat. Mas këtij murit ka një lagir 600 kvadrat. Është lagir 600 kvadrat, edhe kjo do të jepet me qira, ku ne do të kemi domethënë edhe hyrje për pagesat, për domethënë kostot e xhamisë tonë të re. Lutim Allahun xhelle shanu që të na jap sukses. Tash vjen pyetja e juaj që të kontribuoni domethënë sa më shumë, sa më shpejt ta blejmë këtë vend, se duhet t'i mbledhim 2 milion euro. Lutim Allahun xhelle shanu që na jap sukses dhe t'ju jap juve bereqet në dynja dhe në ahiret.